kushtetues. Pra, në mënyrë që parlamenti të mblidhet edhe ditën e premte që vjen dhe të votohet në përputhje me kushtetutën. Por deputetet e vakancave, pas i ra dakord Nikoja, që sklav, e ke marrë vesh që është sklav apo jo? Në sklav i Belinës, edhe ai. Se nuk kanë marrë vetëm ai, ka marrë edhe ky vila aty. Është sklav i Belinës dhe i tjera me radhë. Pra, pasi e pranoi, i thanë jo se ne kemi përnotuar vakancat deputetet e Partisë së Krimit. Kjo është e vërteta u them ju. Zoti Berisha, mund t'jemi dhe kaluan qartë për qëndrimin e opozitës, pra ju do t'jeni prezent apo jo në parlament? Tani, qëndrimi i opozitës, a do jetë apo s'do jetë në parlament, nuk ka asnjë rëndësi. Rëndësi ka që opozita në absolute nuk do pranoj kur të votoj në procedura antikushtetuese. Janë të faktuara nga gjykata kushtetuese, të faktuara nga kushtetuta. Ne kërkojmë atimin e kushtetutës. Dhe ne do informojmë për këtë në të gjitha nivelet autoritetet e qeverisë së Shtetit Bashkuara për këtë akt të shëmtuar që bën Edi Rama vetëm se deputetët e tij janë në vakanca. Zoti Berisha, do ta lexoni ju vendimin e sotëm Partia Demokratike? Urdhë? Do ta atakojmë gjykatën kushtetuese vendimin e sotëm Partia Demokratike? Nuk ka rëndësi ajo fare, nuk ka rëndësi ato. Rëndësi ka që këtu shkelmohet se gjykata kushtetuese para një muaji ka vendosur. Ka thënë që kjo procedurë ishte jo kushtetuese. Gjykata ka gjykon procedurën. Kjo është haptas jo kushtetuese. Peleshi e pranoi vet. Peleshi e pranoi dje, kanë bërë negociata me zotin Bardhi që të votimi të bëhet ditën e premte. Për shkak sepse e kërkon kushtetuta. Tani këta s'kan kushtetutë. Këta e kanë kushtetutën një letër të vdekur kaq. Zoti Berisha, si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, do e firmosni deklaratën e konfidencialitetit për të mësuar më shumë rreth kësaj marrëveshje? Rreth kësaj marrëveshje unë po ta lexoj, do ta lexoj sigurisht dhe do e firmos. Kam bindje, nuk kam tu asnjë vrejtje. Pavarësisht se Edi Rama po mashtron me përqindjen e buxhetit për mbrojtjen, sepse ajo është 1.3%. Është kaq. Tjerat janë mashtrime. Sa shkon me 300 milion duhet llogaritur. Pra, është por qëndrimi i tij në shkelmim të kushtetues, shfrytëzimi i një marrëveshje, i një kredie të Shteteve të Bashkuara, duke shkelmuar kushtetutën, është fytyra e tij e vërtet. Faleminderit. Kemi ndjekur kështu fjalën e zotit Berisha, ka folur për mënyrën se si është